Me flamuj kombëtar, pankarta në duar dhe thirrje për barazi, studentët shqiptarë në Maqedoninë të Veriut kanë protestuar në qendër të Shkupit. Ligji në letër, diskriminimi në praktik, ishte një nga mesazhet që dominonte në protestë. Studentëve nuk po lejohet të mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët Mevlana Ademi tha se si studentët drejtësisë që nesër vetë do ta mbrojnë ligjin, po detyrohen të protestojnë duke kërkuar drejtësi për të përdorur gjuhën amtare. Kjo protest nuk duhet të ndodhë të kur. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët të dilnin në rrugë për gjuhën e tyre. Gjuha shqipe nuk është vetëm mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbretëruar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Ne jemi studentë të drejtësisë, ne jemi ata që nesër do të mbrojmë ligjin, por sot jemi detyruar të dalim këtu për të kërkuar diçka që libri tashmë e njeh. Të drejtën për të përdorur gjuhën tonë amtare. Sepse një shtet që nuk zbaton të drejtat e veta që i ka shkruar nuk është i fortë, është i prisht. Nuk kërkojmë favore, kërkojmë barazi. Provimi i jurisprudencës i domosdoshëm për ushtrimin profesional si avokat, gjyqtar apo prokuror, sipas studentëve, vazhdon të zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, pavarësisht se shqipja ka status zyrtar në vend. Ndërsa kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit Nëna Terezë në Tetov, Besar Sejdiu, tha se çdo zarritje e këtij ligji është përpjekje për të mohuar një të drejtë që u takon. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Respektoni Konstitutën dhe ligjin. As më shumë, as më pak. Kolegët tonë kanë të drejtë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pikë. Çdo zvarritje është përpjekje për të na mohuar një të drejtë që është na mohuar prej shumë vitesh. Gjuha shqipe është zyrtare, nuk negociohet. Studentët kërkuan nga vendimarrësit që protestën ta marrin së moment reflektimi. Në një shtet multietnik si Maqedonia e Veriut kemi nevojë për zgjedhje të qarta, të plota dhe të qëndrueshme ligjore, që respektojnë realitetin shoqëror dhe diversitetin e këtij vendi. Prandaj, kjo është një moment reflektimi për të gjithë faktorët institucional dhe politik. Gjatë marshimit, ata janë drejtuar kryeministrit Kristian Mickoski dhe ministrit e drejtësisë Igor Filikov që të dorëzojnë dorëheqjen. Mbështetje për kërkesat e studentëve shqiptar në Shkup ka ardhur edhe nga zyrtar dhe përfaqësues politik në rajon. Ministri i Punës të Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha e ka cilësuar protestën si të drejtë dhe legjitime, duke shprehur përkraje për realizimin e të drejtave gjyqësore të studentëve. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili ka theksuar se kërkesa e studentëve është e drejtë dhe ka premtuar se çështja do të marrë zgjidhje, duke shtuar se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ndërkohë, përmes një reagimi zyrtar, ka reaguar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e udhëhequr nga Ramosh Haradinaj, duke cilësuar kërkesën e studentëve si të drejtë dhe legjitime. Nga kjo parti u është bërë thirrje autoriteteve përgjithëse në Maqedoninë e Veriut që të reagojnë menjëherë në mënyrë që të respektohen të drejtat e shqiptarëve në këtë vend.